po i ushtrit të kësaj. Atë ç'a ndodhte? Farku u dhiqe nga president i Kosovës ishte Ibrahim Rugova. Por ama në zgjedhjet që u bën në maj të 1998 për president Kosovë, në rast se mbani mend, atëherë LDK-ja deklaron që kishte 780.000 antar. Pra në rast se ky antar i Farkut, pra i qeverisë të Farkut, i qeverisë Bukoshit do të vinte në shtatpërgjithshëm, automatikisht institucionalizohet. Në rast se institucionalizohej, atëherë Rugova do duhet i bënte thirrje si president i Republikës, si komandant i forcat armatore, këtyre 700.000 veta që të mbronin pragun e shtëpisë realisht, futeshin luftë. Po në rast se ne do ishim 700.000, 800.000, a mendoni ju se do kishim nevojë për NATO nesër? Po jo. Ne do e kishim çliruar edhe për shefin edhe muja dhe për këtë arsye, që mos ndodhte ky bashkim, që mos ndodhte ky analizim, u dha urdhër që ky zotëria të vritej dhe u vra nga duart e shqiptarëve, sepse dorasit te neve nuk kanë munguar kurrë. Në gjithë historinë e kombit shqiptar, ne dhe dorasit i kemi pasur të lirë. Fatkeqësisht, e vërtet. Po cili është roli, me që e përmend ish presidentin Ibrahim Rugova, roli i tij në luftën e Kosovës? Roli i tij në luftën e Kosovës është njësoj si Tahir Zemaj, dezertor. Pse? Nuk ka asgjë. Është e rëndë kjo. Jo, nuk është e rëndë, sepse siç e tham që parë që Tahir Zemaj iku, edhe presidenti Rugova iku. Pra në momentin që populli po i digjej, po i vritej, po i përdhunoi, po i masakroi, ky vendosi të ikte me familjen, vetëm me familjen e tij në Rom. Pra, u kujdes vetëm për familjen e tij, ndërkohë që ai mund ta çonte familjen, thoshte unë rri sepse unë jam presidenti i këtij populli. Dhe rrinte atje. Jo, ai iku dhe iku. Pra e la popullin në mëshirë të fatit. Në momentin që ti e ke dhënë vetes detyrën e çobanit. Pra çoban, dhe ti i lshon delet, bëni si doni ju thu deleve se unë kam hallet e mia, edhe ikën, në atë moment ti nuk je më çoban, ti je dezertor. Vërtet. Po e vërtet për dezertor, për Rugova nuk e di tetë më mirë. Unë po e them këtë që ka ndodhur. Si unë jam i ri, po. Unë po them këtë që ka ndodhur, këtë që e dim të gjithë, pra nga historia që zotëria iku. Dhe kërkoi që t'i binin një avion dhe t'ikte. Pra shkoi takoi Miloševićin, nuk po hyj kësaj si e qyshe tek normalisht se mund ta kenë detyruar, kanë detyruar, është problem tjetër. Kanë detyruar. Ajo është komplet Adnan Marovci që kanë detyruar, po. Dakor. Por ama të largohej nuk e detyroi kush. Të largohej zgjodhi. Ishte zgjedhje largimi. Dhe kjo i vë pikën për mua. E ke thonë një deklaratë interesante drejtan, mua që ka kalon përshtypje është që keni thonë që në kohën kur ka ardhur në Likovs, nëse s'gaboj, kryeministri Albin Kurti në detyrë që tashmë është, Samir Shtoku i ka lutur, i ka kërkuar me vesh uniformën e OÇK-s, por nuk e ka vesh. Ka qenë në Arbri, keni qenë ju prezant? Jo, në 98-ën shtabi i përgjithshëm është themeluar në Arbrit të Kosovës, në Arbrit Drenicës. Dhe pothuajse deri në nëndorë të 98-ës, shtabi i përgjithshëm ka qenë atje. Pastaj në nëndorë të 98-ës është vendosur në Kleçk, në malet e Pagarushës. Dhe në shtator, Adem Demaçi është është caktuar nga shtabi i përgjithshëm si përfaqësues politik i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Vërtet, pra, sepse ka pse e theksoi shtabit të përgjithshëm, sepse në fillim ka qenë përfaqësues politik i shtabit të përgjithshëm. Dhe kur ka ardhur atje, ka ardhur bashkë me Albin Kurtin dhe Samir Shtaku i ka propozuar Albin Kurtit që të bëhet pjesëtar i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Konkretisht Samir Shtaku. Konkretisht Samir Shtaku. Dhe zotëria nuk ka pranuar. Unë nuk kam qenë prezent, por ama prezent në këtë sallë, në këtë vend, kanë qenë edhe 7 vetë të tjerë. Kush janë ata? Tonë 7 persona të tjerë. Le ti thot Samir Shtaku. A ka qenë babai ju atë? Jo, nuk ka qenë. Le ti thot Samir Shtaku. Kjo është era e parë. Ka qenë Thoçi këta, ish presidenti? Jo, pra jo, tha që nuk ka qenë në moment. Po ka qenë Kadri Veseli. Po Kadri Veseli nuk mund të flasë sepse ndodhet diku tjetër, po Samir Shtaku është gjallë dhe mund ta thotë. Kurse propozimin e dytë i është bërë kur ka qenë në Kleçk, në shtabin e përgjithshëm në Kleçk, në dhjetor, atje propozimin e ka bërë La Ibrahimaj. La Ibrahimaj. Po. I ka thonë vesh edhe nuk o vesh. Po. Kjo është deklaratë e saktë. Kjo është deklaratë e saktë. Të dy personat janë gjallë dhe të dy personat mund t'i pyesin dhe mund të thonë, nëse unë gënjej. Pra juve mund ta pyesni, ka gënjur Dritani apo s'ka gënjur Dritani? Pra kaq shumë e thjeshtë. Po shumë e thjeshtë, po. Kaq është. Nuk e besoj djali i komandant Shpendit, nëse s'gaboj apo? A ka pas në Shpendi Delaveri? Jo, shpëtim. Shpëtim golem. Nuk besoj që djali i komandant Shpëtimit gëzon me gënjej. Jo, unë them që nuk po gënjej. Personat janë gjallë dhe mund të dalmi tek ti, po pse nuk guxon me vizitu Kosovën? Sa unë e di që e do shumte. Shikoj, unë nuk vi dot në Kosovë për arsye se jam person në kërkim nga gjykata e Hagë, nga kjo gjykata e Kosovës që ndodhen në Hagë, se po i themi gjykata e Hagës, gjykata e Hagës, është gjykata e Hagës. Është gjykata e Kosovës që ndodhen në Hagë. Akuzohem për të njëjtën vepër që akuzohet edhe Hashim Thaçi pra për dëmtim të drejtësisë, nxjerrje të pengim drejtësisë, këto budalliqet e tyre, pra